Kiera. Je xheloza? Nuk jam natyrë xheloze, unë e kam shprehur edhe më përpara që nuk më pëlqen t'i fuz vetes atë stres, se dihet që në një marrëdhënie po pati xhelozi dhe po u fiksove, nuk është gjë e mirë. Do prishesh në një moment apo në një tjetër, se dhe dikujt i bësh e bezdisshme, po dhe vet fillon nuk të pëlqen vetja në momentin që transformohesh, fiksohesh me çdo gjë. Do të më pak se Luizia, apo jeni njësoj gati? Jo, kemi arritur në një moment që e njohim më mirë njëri tjetrin dhe nuk merreni fare me xhelozia. Nuk merremi me këtë pjesën fare, i kushtojmë rëndësi gocës edhe projekteve dhe gjithë gjërave të tjera. Si është një ditë juaja në familje? Një ditë jona e zakonshme, kur është Luizi, se normalisht ka koncerte dhe shpesh e dëgjoj që i thonë si nuk ri me familjen, si nuk e turpe, por është momenti që ai të punojë, që të mbajë familjen e tij. Silli para në shtëpi, është patjetër. Kur shoh disa komente që më shkruajnë, domethënë që si nuk ri me ty, e si ai ri me mua, ri me vajzën, ri me familjen e tij. Por koha është e çmuar, o duhet të shfrytzuar në këto momente ose